E premtja e madhe para Pashkëve ka gjetur të boshatisura pothuajse tërësisht rrugët dhe sheshet e Shkupit, por rreth 160 kilometra mëtej është shtuar dukshëm numri i makinave në vendkalimin kufitar Bogorodica. Në prag të festës së madhe për besimtarët ortodoks, një pjesë e madhe e qytetarëve që festojnë kanë zgjedhur Greqinë si destinacion. Përveç disa deputetëve dhe protestuesve të cilët e shpallën pushim një ditë më herët, vendin e kanë lëshuar edhe shumë qytetarë të cilët thonë se në Greqi kanë miq të cilët i kanë ftuar për të festuar. Ne na odmorëm në vikend. Ne, se ushte ne. Nema se ushte kush. Zašto odlučite za tu Grčiju? Idem kaj prijatelj. To je. Me pokania. Odam kaj prijatelji na gosti. Zašto odlučite za Grčiju? Imam prijatelji, ne vikna na gosti. I zašto odlučite u Grčija? Pa zašto ima more. Sipas kalendarit të festave, sot është e premtja e madhe para Pashkëve, ndërsa festa është të dielën dhe të hënën. Ndërkohë tashmë disa vite, besimtarët ortodokse kanë bërë tradit kalimin e ditëve të kësaj feste në shtetin fqinj, Greqinë.